Hapja e grup kapitullit të 4, në fakt është përshëndetur edhe nga ana e Kryeministrit Edi Rama. Shqipëria mori dritën jeshile për hapjen e negociatave për grup kapitullin 4. BE-ja konfirmon përgatitjen për progresin tonë, thot Rama, dhe për rrugën e sigurt në familjen europiane. Ti ma nise këtë lajm mua pak më parë dhe unë thash ky është lajmi vjetër. Po, më the sa mirë doli ky lajm që ta komentojmë. Po, ta komentojmë, po unë thash është lajmi vjetër. Domethënë ky është një informacion i vjetër i prillit. Ky është një informacion i prillit që ishte caktuar që gjatë presidencës polake në muajin qershor, sepse gjatë muajit të zgjedhjeve nuk ndodhi një aktivitet. Ishte një lajm dhe e di çfarë po ndodh tani po ndodh ajo që duhet kishte ndodhur 12 vite më parë. Në 2013 duhet ishin hapur negociatat dhe duhet kishte ndodhur ky procesi, është komplet teknik dhe burokratik. E di çfarë po ndodh tani, se ditën e premte është dhe në Komisionin e Çështjeve Evropiane. Pak a shumë, po Komisioni Evropian i thotë Shqipërisë që ti për tu antarësuar në BE ke për të miratuar këto ligje. Për tu antarësuar në BE ke për plotësuar këto detyrime. Po Shqipëria po i plotëson në shpejtësi ama. Nuk po plotëson. Ti e ke dëgjuar edhe komisioneren Kos ke dëgjuar vetëm hapje kapitujsh. Deri më sot nuk kemi asnjë analizë, asnjë mbyllje, nuk kemi plotësime të asnjë detyrimi të ndërmjetëm, nuk kemi asnjë institucion që po raporton dhe të mos. Po çeti mbyllje do t'i hapim njerëz. Patjetër, pra po, domethënë bën lajm hapja. Hapja është një lajm, një proces kaq burokratik që duhet kishte ndodhur 12 vite më parë, që në fakt me thënë të drejtën kur ma nise më kishte dalë nga mendja se çfarë ka ndodhur. A mendoni që do ta marrim këtë pasaportën europiane nga Partia Socialiste apo ky është akoma avion vetëm për tim elektoral? Ta thash përpara zgjedhjeve, ta them pas zgjedhjeve, nuk kemi për ta marrë me Partinë Socialiste. Procesi i integrimit kalon nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Përsa kohë Shqipëria nuk organizon dot zgjedhje të lira dhe të ndershme, kjo është një pengesë kryesore. Procesi i integrimit kalon ndaj në arritjet e luftës ndaj korrupsion, në arritjet e luftës ndaj krimit organizuar, ndërkohë që ti e ke kaluar krimin organizuar tashmë edhe në proceset zgjedhore dhe në proceset politike. Kalon nëpërmjet reformimit të administratës publike. Raporti OSBE Odirit thotë që administrata publike sot është e politizuar dhe e përfshirë nën presion në proces zgjedhor. Pas zgjidhur këtë çështje, Shqipëria nuk shkon në BE. Dhe kjo mungesë vullneti politik që na ka mbajtur në 12 vite, kjo mungesë vullneti politik do të na mbajë dhe tani. Nuk është procesi i integrimit në letër. Procesi i integrimit është në praktik. Duket sikur kjo e juaj është një thirrje që nuk shkon në veshët e duhur, vetëm për një arsye, sepse për shumë në samitin e komunitetit politik evropian që u mbajt në Tiranë, duket sikur gjithë ata lider. Po çfarë prodhoi samiti? Se ti je gazetar. Jo, gjithë ata i uruan kryeministrin Rama për fitoren se thua. Tani këtej urohet për fitore, këtej kemi një. Tani procesi është i tillë që si rezultat edhe i presionit gjeostrategjik, po edhe i situatës gjeostrategjike mbas agresionit rus në Ukrainë, fokusi ka ikur komplet nga çështjet të zgjerimit dhe çështjet e zgjerimit janë kthyer në çështje sigurie. Dhe fakti që për shkak të luftës dhe fakti që zgjerimi ka kaluar në kah të dytë, duke pas parasysh rrezikun që ekziston me një luftë që ti e ke në prag të Evropës, sigurisht që dinamika do të jetë komplet tjetër. Këto janë takime normale, janë samite normale. Unë si gazetar ty të pyeta çfarë prodhoi samiti dhe ti më the u shtrënguan duar. Pra, kaq. Po nuk është një samit i mirëfillt që nëse nuk duhet vendosëm në mbrojtje të pikërisht pra jo. Domethënë kjo është gjëja, janë samite, janë takime që nuk prodhojnë absolutisht asgjë. Puna e vërtet në procesin e integrimit është plotësimi i atyre detyrimeve. Atyre detyrimeve që Shqipëria ka edhe një grup kapitull tjetër për t'u hapur, që unë besoj do të avancojë gjatë qershorit, sepse ka qenë vendosur që kohë më parë, kalendari është vendosur që kohë më parë, dhe me një korrik kur fillon presidenca daneze do të ketë pastaj komplet zhvillime të tjera. Cilat janë shpjeguar për zërat që thonë që ju domethënë doni ta pengoni procesin e integrimit të Shqipërisë në BE? Shiko, një grup deputetësh të cilët e ndjekin këtë proces që këtu e 15 vite, qoftë nga majoranca, qoftë nga opozita, lexojnë vazhdimisht raporte progresi dhe asnjëherë nga 2013 e këtej nuk është përmendur fjala e bllokimi i opozitës në procesin e integrimit. Para 2013 në raportet e progresit. Para 2013 ishte normale, 3 ligjet, qarku fjerit, ndërkohë që opozita e ka pasur qartë qëndrimin e saj. Ka njerëz që thonë bën mirë, ka njerëz që thonë bën keq, por Partia Demokratike ka lind si parti pro-europiane dhe
çfarëdo që të ketë ndorë, ka thënë dhe kryetari i partisë, çfarëdo hapësire që të ketë, do ta përdori për këtë proces. Edhe do ta përdori këtë proces qoftë edhe për të përmirësuar demokracinë, se kthehemi gjithmonë nga zgjedhjet, meqense janë diskutimi ditës. Pra, ju thoni që jemi larg këtij momenti të antarësimit, pra kjo 2030 që të gjithë ne po dëgjojmë çdo ditë, është 2040? Tashti kjo 2030 ka qenë samitin e Selanikut, Thesalonikit, që është artikuluar si datë. Sigurisht që tani që po afron, neve po e dëgjojmë më shpesh. Komisioni gjithmonë i ka mbështetur ambicjet e vendeve. Komisioni këtë deklarat ka bërë gjithmonë, vijimësisht, mbështesim ambicjet e vendeve të Ballkanit Perëndimor për procesin e integrimit dhe për antarësimin e tyre. Pastaj kjo është proces merite, është një proces merite që varet nga vendet. Insistoj edhe një herë t'ju pyes për lëvizjet tuaja politike si Parti Demokratike. Ky është mbase lajmi më kryesor që pritet për të përballur me këtë mandat 4 të qeverisë. Leti lëm kohë Partisë Demokratike. Leti lëm kohë SBO-Diri të dali me raportin përfundimtar. Leti lëm kohë denoncimit procesit zgjedhor, strukturave të Partisë Demokratike që të mblidhen. Është akoma mesi i qeshorit, nuk ka arritur mesi i qeshorit, jemi në javën e parë të qeshorit, javën e dytë të qeshorit dhe jemi akoma në rinumrim për disa nga qarqet. Kështu që leti lëm kohë këtij procesit përfundoi edhe strukturat e Partisë Demokratike të vazhdojnë aksionin e tyre politik, por besoj që do kemi nevojë edhe ne që të rishpikim veten. Do kemi nevojë edhe ne, sigurisht me një opozitë që duhet jetë patjetër përballë qeverisjes për zgjedhjet, po patjetër përballë qeverisjes edhe për nevojat e qytetarëve. Rishpikim veten në shkuptim? Në kuptimin që kemi nevojë patjetër për një opozitë frontale, për një opozitë që punon me terrenin, me njerëzit. Modeli të bërit të fushat, mbase ishte edhe ky pak jo juaj, po mënyra si po shkon politika tek qytetarët. Mos është edhe ky një model për të rishpikur? Ka shumë gjëra që duhet ndryshojnë politikën shqiptare. Dialogu me njerëzit, me qytetarët, ajo që presin qytetarët nga politika, mënyra se si ne duhet vazhdimisht jemi në kontakt me to. Po këto janë mësime për Partinë Demokratike edhe për të ardhmen. Po unë kam pa me shumë shqetësim në këto zgjedhje dhe përmenda pak më përpara frikën që kanë ndjekur qytetarët dhe kam pa me shumë shqetësim faktin që kanë qenë të shumt në numër ato që më ka thënë që nëse nuk ndodh rotacioni politik me 11 maj ne do largohemi. Dhe kjo është një frikë që unë kam qoftë si qytetare, po edhe qoftë si politikane, sigurisht që nga Shqipëria. Dhe pyetjet, 2-3 pyetjet e fundit të shkurtra, si janë marrëdhëniet tuaja me, po themi, kolegët, disa kolegë në Partinë Demokratike që mbase mund të kenë shprehur, mund të ketë ndonjë kënaqësi për mënyrën se si shkuaj gara, po ka ndonjë, po themi, apo është konkurrencë e shëndetshme ajo që u zhvillua për listat e hapura, vendosin listat e hapura? Gjithmonë kur je në një garë në përmenda pak më parë. Se TPS-ja duket sikur ja u mbylli gojen Rama në kuptimin që pak të kështu komentua, edhe kur dikush tentohej që të rinumëroheshin votat, tha që mos kërkonin. Kjo në Partinë Demokratike nuk ndodh. Unë e kam përshëndetur rinumërimin që në momentet e para, thash, le të ketë transparencë totale për gjithë qytetin e Tiranës, nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Unë ka besim ke integriteti i numëruesve të Partisë Demokratike, shumë nga ato kanë ndetur net pa gjumë, me thënë drejtën, edhe jo net leta. Se kanë qenë net shumë të vështira, kur ti kishe mësuar që forca jote politike ishte duke humbur, ato njerëz qëndruan aty. Ka qenë një proces i cili drejtohej dhe menaxhohej nga partia, nga drejtuesit politik, ka pas disa filtra. Gjithmonë në një garë, sigurisht që nuk kënaqen dot të gjithë. Nuk kënaqen dot të gjithë. Por e rëndësishme është që procesi të jetë sa më transparent. Dhe me zotin Ali Mehmeti, marrëdhëniet janë korrekte, të mira? Po, shumë korrekte. Nuk ka asnjë atërmbetje, asnjë absolutisht. Se po t'i bëjmë, imagjinojmë sikur t'i kishin bashkuar votat e të dyve, mund të kishte pasur akoma dhe më shumë rezultat për Partinë Demokratike. Fatkeqësi që ishit të dy në këto listat e hapura dhe që të dy jeni njerëz që keni një lloj populariteti dhe mbështetje të lartë. Nuk ishte komode, ai mori një mbështetje shumë të madhe, do i bënte mirë jo vetëm Partisë Demokratike, po edhe Parlamentit. Dhe unë akoma shpresoj që numërimi i këtyre votave të pavlefshëm mund të prodhoj këtë mandatin e 14. Domethënë, rinumërimi që po ndodh në Tiranë, të them të drejtën, është pjesë e denoncimit total që Partia Demokratike i ka shkuar procesit deri në fund.
Po sigurisht edhe faktin që çfarë ndodhi deri në momentin e kutive të votimit, sepse një pjesë e madhe e këtij vullneti u deformua përpara se të shkonte në kutinë e votimit. Komenti i fundit fare, po nuk ju lutet pa pyetur për këtë. Duket absurde për shumë për këto zëra që thonë që juve ju ndihmoi Edi Rama. Po si, domethënë, si. Nuk rria dot pa pyetur për këtë, se duket shumë absurde, po. Shiko, në një garë kuti ishe fituesja e vetme, sepse unë mund t'isha e vetmja nga lista e hapur, jo të gjithë do t'jenë të kënaqur. Ato janë 20.000 vota demokratësh. Janë vota demokratësh, të cilët kanë votuar mua, Partinë Demokratike, se kanë shkuar në thesin e Partisë Demokratike, janë vota bio, janë vota aq të djata. Sigurisht që disa mund më kemë votuar edhe mua si individ, por janë vota aq të djata që kanë shkuar Partisë Demokratike, Mund të kesh dashamirës nga e majta, se Rama thotë që do të djathtët e votojnë PS-n, po mund të ketë njerëz që ndoshta më përpara s'kishin votuar, njerëz që mundet të më kenë simpatizuar mua, po janë vota që kanë shkuar Partisë Demokratike. Pastaj këto teoritë konspirative ja lëm atyre që din t'i bëjnë. Faleminderit si gjithmonë dhe shumë faleminderit, edhe që folëm për ca gjëra që normalisht nuk flasim. Ne insistojmë ndonjëherë që të... Si gjithmonë, kënaqësia ime është për të bërë opozitë, për të diskutuar për opozitën, po e hapur edhe për çështje tjera. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit juve. Faleminderit juve për kohën.